Marmzjari. Julian Sula, person me precedent penal, u qullua me breshëri nga një makinë në lëvizje. Do të flitim në këto momente me njëherë në një komunikim të drejt për drejt me gazetaren tonë Anila Sefa për të mësuar më shumë. Anila, të përshëndesa, kemi hollësi dhe detaje të reja mbi këtë ngjarje. Përshëndetje, ende janë në kërkim dy autorët të cilët u përfshin në atentatin e djeshëm ndaj shtetasit 45 vjeçar nga Karbonara e Lushnjës, Julian Sula. Policia ka shoqëruar deri tani mbi 17 persona të cilët janë pyetur në lidhje me ngjarjen apo personazhe të cilët në momentin e atentatit kanë qenë të pranishëm në vend ngjarje. Pistat në të cilat po heton policia janë të shumta, duke nisur që nga ngjarjet e veprës kriminale të shtetasit Sula, që kanë të bëjnë me trafikun e lëndëve narkotike dhe ngjarje të tjera të përfshira ndër vite në jetën e tij. Deri tani nuk ka asnjë të dyshuar apo një pistë konkrete. Po, Anila, pra, sa i përket hetimeve për autorët e ngjarjes, duket se nuk kemi asnjë informacion të paktën qoftë edhe paraprak. Në fakt ende është herë të flasim për gjurmët e atentatorëve, por të paktën policia tashmë e ka të qartë dinamikën e asaj çfarë ka ndodhur mes ditën e djeshme. Nëse mund të rindërtojmë një pjesë të asaj çka ka sjell atentati dhe ka trëmbitur qytetin e Lushnjës. Ngjarja ka ndodhur pak minuta para orës 11 në rrugën Mistomame të këtij qyteti, kur Julian Sula ishte duke shkuar për në Karbonar në banesën e tij. 3 persona, shoferi dhe 2 atentatorët kanë qenë duke i pritur në një rrugë me një sens lëvizje dhe ishte e vetmja dalje e shënjestrës së tyre drejt banesës. Me sa duket nga pamjet e kamerave të sigurisë, të cilët tashmë i disponon policia Lushnjës dhe është duke i parë me detaje, shihet që 2 atentatorët kanë dalë me vonesë nga mjeti i tyre për të qëlluar drejt shtetasit Julian Sula dhe me sa duket kjo vonesë ka bërë që shënjestra të shohë personat dhe t'i jap gaz makinës duke shpëtuar një atentati. Të paktën 6 plumba kanë prekur automjetin e tij me cilin po lëvizte, ndërsa vet Julian Sula është plagosur në këmbë, një plagosje e lehtë nga plumbi, çka e cila nuk i ka rrezikuar jetën. Më pas ai ka shkuar tek disa miq të tij pas këtij atentati dhe më pas drejt shtëpisë dhe në spital hapi tjetër i radhës ku ka kërkuar të mjekohet këmba. Kjo ka qenë pra pak a shumë dinamika e ngjarjes së ditës së djeshme. Natyrisht në vend ngjarje ka pasur shumë banor, qytetarë të cilët po lëvizin në atë moment, ata kanë qenë të tmerruar për faktin se breshërimat e Kalashnikovit kanë qenë të shumta, të paktën 20 gëzhoja policia i ka si provë materiale ishin aty në vend ngjarje. Shumë prej tyre janë pyetur, por nuk kanë dhënë ndonjë dëshmi të detajuar e cila mund të ndihmojë policinë e Lushnjës për të gjetur autorët e vërtetë të krimit. Ajo çka thuhet është se 2 atentatorët kanë qenë me maskë të zezë dhe jo me maskë silikoni siç është folur në media. Kanë qenë me kapuç dhe me kapele, çka e bën akoma më të vështirë identifikimin e këtyre personave. Ashtu si kundërdihet të cilën ne kemi pasqyruar dhe me pamje ditën e djeshme, 15 minuta pas kryerjes së atentatit, ata kanë ndjekur makinën në fshatin Lifaj, ku brenda saj janë gjetur edhe armët me të cilët ata kanë gjuajtur. Pra, kjo është pak a shumë dinamika e saktë e ngjarjes ditën e djeshme. Qartë, Anila, të falenderoj për raportimin tënd.